Imam Tahawi, Allahu e pasmëshiruar, wala yakunu illa ma yurid. Dhe në asnjë mënyrë nuk ka mundësi të ndodhë vetëm ajo që ka dhënë i Madhi Allah. Është çështja e kaderit dhe kadas të Allahut Azza wa Jall. Allahu Zot i gjithësisë i vetmi, i tërë pështeti është në dorën e tina. Ajo është krijuesi çdo gjaje. Pa lejen e tij nuk mundet as lëvizja më e vogël, e as një krijesë të madhe, e as të vogël, qoftë edhe një mikroorganizëm i vogël, të bëhet pa lejen e të madhe të Allah. Pa lejen e tij, pa dijen e tij, pa shikimin e tij, nuk mund të bëhet. Edhe veprat e mira, edhe veprat e këqija, edhe të hajrit, edhe të sherrit, dhe krejt që ka në këtë ekzistencë, bëhet me kaderën e Zotit, me caktimin e Zotit, te bareke o teala, sepse Allahu është i gjithdijshëm, dhe ai ka caktuar gjërat para se të ndodhen, se i ka ditur që kanë me ndodhë. Që ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, e që kemi përmend edhe javën e kaluar, se ka qenë Allahu dhe s'ka dersën e kaluar, se ka qenë Allahu dhe s'ka pas asgjë me te, dhe ka qenë froni i tij mbi ujë. Pastaj ka caktuar el-Meqadir, o këtë el-Meqadir i ka caktuar kaderët. Pastaj ka krijuar qiellin dhe tokën. Edhe ato që ka kontu. Dhe që kanë me ndodhë. Deri sot dhe deri në kiamet. Dhe asgjë nuk ka ndodhë këtë gjithësi në mënyrë absolute, pa kaderën e Zotit. Pa ndryshe, Allahu është i gjithdijshëm për ta kuptuar më lehtë çështjen e kaderit. Dija e tina është e pafund, e pa fillim, se dhe vetë është i pa fillim, dhe pa mbarim, se dhe vetë është i pa mbarum. Dija e tij duhet përfshi çdo gjë. Përndryshe nëse ka diçka që nuk e din Zoti, atër dija e tij është automatikisht e mangët, e nuk meriton të jetë Zot i gjithësisë kur ka ndonjë cilësi të mangët. Se ne themi cilësitë e Zotit janë të përkryera. Përkryer do të thonë të përsosur, s'pranon mangësi. Çka do të thotë se Zoti ka ditë edhe ardhin ton dhe qëndrimin ton në këtë shtëpi të Zotit, në këtë namaz të sabahut. Edhe që kemi me kënuen e namaz sabahut, edhe që këna me fol, hala pa fol. E ka ditë i madhi Allah. Po dhe jashtë kur dalim që këna me ba, ka ditë dhe din Allah. Qëtu që i ka ditë Allahu, që dijet Zotit, Allahu e ka shënuar. Dhe tash që ke shënuar, quhet kader. E ka ditë se filani ka me bo mirë dhe filani ka me bo keq. Dhe ka shënuar të mirën dhe ka shënuar të keqen. Dhe të dyjat quhen kader, caktim i të madhit Allah. Ehle sunneti kështu e besojnë. Ndërsa kem të tjerë fraksionet bidatxive, të cilat kanë ardhur më vonë,
e që kanë kundërshtuar shumë kaderin, ose nuk e kanë kuptuar fare kaderin. Për atë arsye çështja e kaderit, mas çështjeve të emrave dhe cilësive të mëdha të Allah, është çështja më diskutabile, është më ndihmja, më diskutabile mes ehli sunetit njëra anë dhe fraksioneve, grupet bidatxive në anën tjetër. Kaderi quhet sirrullah, shëftësi sekreti i Zotit. Njerëzit të mundu kënëse me spastru Allahu, ata e ndalë për dinit krejt, sepse si në këthyën të kuptuar të kaderit, qysh e ka sqaru Kurani dhe Suneti, dhe qysh e kanë kuptuar dhe ulemaja gjithësisht gjeneratat e para, e që për ata që dënë me kuptu thjesht dhe shkurt, është e thjesht kaderi, me ato fjallë që i thash. Dija Allahut është e përhershme. Cilët musliman të thush? A beson të se Zoti ka ditë që ti ki me bo këtë vepër dhe këtë vepër, e mira për e keqja? Ai ka me thonë po, besoj që Zoti ka ditë. Besoj që Zoti ka ditë. Po mirë, nëse beson që Zoti ka ditë, Allahu ta ka shënuar që dijen e tina e ka shënuar dhe këta në Lauhul Mahfudh, në librin e ruajtur të i madhi Allah, e që atë janë ndodhit e çdo krijese të kësaj ekzistence, duke futur edhe momentin e kiametit. E pastaj Allahu ato sekretet tia pjesë kur dënë dhe sa të dënë prej tyne, i nxjerr dhe informon dhe ajap me laçeve të tij, të cilat ato vinë dhe implementojnë në tokë. Për shembull, ku e din me laçet kur kemi me vdekur ne? Nuk e din. Se është pjesë e atij kaderi, atij librit të madh. Lauhul Mahfudh, lauh do të thonë diçka që shënohet në Mahfudh, i ruajtur te i madhi Allah, i ruajtur prej shikimit krijesave të mëdha të Allah. S'ka mundësi me çfitu edhe me pa as të krijesë e Zotit që ka në atë liber, se është sekret e Zotit, që e ka shënu, të bareke o ta'ala. Dhe kur dënë Allahu një pjesë të ati sekretit, me të regu me lacjeve të ti, e informon me lacjet, se më ranë aktiviti, dhe në kitë muj dhe në kitë dit, ka me vdek filani. Pra të arsye vjen kaderi, që është kaderi i vitit, sepse ne kemi kader, më zgjenu pak ma shumë çështjen e kaderit, anë pse që nuk është këtë temë, vjen mas andej, por sa për me ndërlidh temën më mirë, çështjet e kaderit, apo shkallët e kaderit janë 4. Kaderi para se me krijuë tokën dhe qiejt, e që thamë në hadith, ka caktuar i madhi Allah çdo gjë para se të krijojë tokën dhe qiejt. Ai është i përgjithshëm. E pastaj është kaderi i jetës njeriut, ku i madhi Allah dërgon me laçet, kur fëmiu i bën 120 ditë dhe i fryen çati trupi dhe lëviz, bëhet të gjallë futet shpirti dhe e shënojnë kaderin, sa ka me jetua, si ka me jetua dhe kështu me radhë. Faza e tretë është kaderi vjetor, natën e kadrit, që ka thonë Allah Azza wa Jall, fiha yufraku kullu amrin hakim, amrun min indina. Në atë natë shënohet çdo send. I urt sepse ka urtësi. Amrun min indina, urdhër prej neve. E shënon. Pra janë nxjerr Allahu në pjesë të kaderit, pe librit vet, dhe ja jap me laçave atje kur don me fryje, mjashti shpirtin që ati trupi. Dhe janë nxjerr një pjesë të kaderit tjetër. Çdo natë të kadrit, që ka më ndodh mrana viti, por jo që ka më ndodh mrana 100 viteve. Po mrana një viti.
Edhe ato me laqet caktuara, jo tëna me laqet. Për shembull me laqet e cilat janë me rrezik, sikur Mikaili, që është i ngarkuar me rrezik, e merr urdhrat e Allahut natën e Kadrit, që është pjesë e caktimit të kaderit, se kujt kam ia ndal rrezikun, kujt kam ia dhënë rrezikun, sa kam i çuar rrezik. Brana një viti punën e rrezikut, ajo është i përgjithshëm. Me laqet e vdekjes i marrin urdhëresat, kanë me marrë për kësaj dynjaje edhe me që botën tjetër, edhe momentin, edhe kohën, edhe gjendin që shka me vdek. Kjo është e treta, edhe kështu me radhë. E katërta është për çdo ditë Allahu është aktiv, është i gjallë, është me ne. Bën çka dën bën me ne Allahu. Çka thon Allahu, kullu yawmin huwa fi sha'n. Për çdo ditë ai është i kyçën, ai është aktiv atë. Çdo send për çdo ditë mund ndryshoj, mund shtoj, mund bëj çka daj. Këto janë 4 fazat e kaderit. Çështja e kaderit, thamë, është çështje shumë e ndihshme. Çka dën Zoti bëhet, çka dën Zoti nuk bëhet. Po mira, dën Zoti që qafiri me qenë qafir, e muslimani me qenë musliman. A dën Zoti që i miri me bo veprën e mirë dhe i keqi me bo veprën e keqe. A dën Zoti ne me arë në xhami dhe disa të tjerë me shkuhe në haram diko, ne me shku me ndihmu njerëzve, tjetër me shku me vra njeriu në atje. A dën. E kur jemi të dëshira e Zotit, kjo është tepër me rëndësi të kuptohet, është 2 lloje. Dëshira e Zotit është 2 lloje. Quhet dëshira natyrore dhe dëshira e shariatit. Natyrore është fjala kaderët krejt dynjas që ka ndodhen, s'ka mundësi të ndodh pa lejen e Zotit. Ti kur e merr gotën me çun alt me pitujit, është me vullnetësirë të Zotit. Mos më të ka dhënë ai leje të sinë që dorën alt, asë në merr gotën, as nuk më në qenë poshtë. Po të njëjtën gotë, veshmushën me alkohol, e merr edhe tjetër atje harami, edhe ai e pin. Këti i dha leje Zoti me pi raki, këti i dha leje me pi ujë. Dyja ti mëra në kaderët Zotit. Por dallimi është se që ky kader quhet kader kauni, natyror, i ligjeve të natyrës. Se Zoti ka bë pjesë ligjeve të natyrës, ku njeriu e merr thikën dhe i mshon tjetrit, ai vdes. E lëndon. Në kaderët natyrës. Kur njeriu del ftoft për jashtë, është kader natyrës e mërdhijet ftofti. Se ka dal gjvesh, të zame, se hall vesh. Kaderët natyrës. Por pse është kaderi natyrës, nuk do të thotë se Zoti është i kënaqur me ta. Ja, kjo është lloj tjetër. Kjo është lloj tjetër. Lloji i dytë është kaderët shariatit, ku Zoti don në më arë në xhami. Pa i ka dosh market shqiptar në xhami, e nuk ka dosh dhe shna. Krejt, që ka burra këtu, Allahu ka dosh më arë në xhami. E dashëria e dyta, është tjetër send. Pse don, nuk të obligon. Ndërsa të parën nuk mundesh me ik. Dytës, edhe se sën ik, se me bo me ik, i bje keq me thonë, por është dëshirë e ti duke ashtuar edhe kënaqësin, razin e Zotit. Për pas që ka pajtuar edhe është kënaq me te, për ata arsye vjen shpërblimi. Ndërsa të ligjet e natyrës që quajmë ne, që është kaderi natyror, nëse nuk është për përshmëri me dëshiren, me dashurin, me kënaqësinë e Zotit, pra përshmëra në kaderit, por ndëshkohesh, pse ke zgjidhur keq. Ndërsa këto, pse pa i shpërblehesh, pse ke zgjidhur mirë. Pra, Allahu i madhruar i ka nda kaderët e veta, që ne i quajmë ka bërë ligjet natyrës, kaderë natyrore, bjen shi edhe të lag. Kaderë natyrës është ai. Kaderë shariatit atje, caktimi shariatit, kur Allahu cakton diçka, ka caktu 5 herë ditje më falë muslimant. Ai ka caktu 5 herë ditje.
por nuk i obligon muslimant me kap mezërin për unë xhami. Se me desh të bjen mezër në xhami. Sigur se që të obligon të me fjetë mezër, të së në qëndrën gjumit pa fjetë. Ta ka bo kadërt edhe me desht me najt pa fjetë së në rënd, të obligon me fjetë. Edhe të obligon me hangare me pi, se s'mundesh me najt pa hangare pa pi. Kjo është për qëti mezër, që ashtu të ka kriju ligje që së në rënd pa hangare pa pi, sepse të ka bo ligj mezër, ki me hangare drunën, më s'pa që me hangare bukë. Ndërsa nuk ta ka bo në këtë formë ardhe në xhami, se i kishra imponim. I kishra imponim, kur ti bjen imponim për ty, pëse si bjen edhe për tjetërin, edhe për tjetërin, imponim për krejt njerëzit, për marë në xhami dhe më falë, atëherë pra kush me shku në xhenem. Atëherë pse llogaria? Llogaria është ku njeriu është i lirë. Se kjo ka dërë shërëi, nuk do të thotë që njeriu nuk ka liri, që ne kemi të lirë, por ne që jemi të lirë e kemi zgjidhë. Kush prej neve ka orë në xhami dhe kush prej neve flan. Kjo është mërana kësaj lirijet ka dërët shërëi. Por ata që ka flan, ata kanë gjëna. E ne që jemi orë në xhami kemë sevap. Po edhe nën këtë madhen. Këtyne që ka bësë Zoti ka dërë shërëi. Nuk ja obligon të tanëve. Por kënë donin ndihmonja letëson. A bërtë se ka. Bërsh nuk e ka. Për atë arsye ne kur i kryjm punë të mira, si namazin, dhe punë të mira, çka do të qoftë? Këtë dynja nuk ja lojmë veti, ja lojmë Allahut. Sa hija na ka nxit. Edhe ka thonë të më shku më falë, e me bo mire këta dhe këta, por ne dim prapë se mësme na, a pse na ka thonë, na ka tërgu rrugën e mirë që ka dërgu për këtë arsye dhe pejgambert, po mos na kishte nimu Allah, mos na kishte lecu këtë rrugë, qyshim quna në sabah, me ta që Zotit gjumin e dynjas, 7 sahata, milion me singratë sinin, 7 sahata, milion, edhe 7 dhe të marë për të lkunë, me ta këthini kufujt shtafti vetë që është edhe bjena për të nanën tjetër. Pa të lecu Zotit s'mënesh. Për atë arsye e themi gjithmonë, me lejen e Zotit, me ndihmën e Zotit, na ndihmoj Allahu, falim sabahin, na ndihmoj Allahu, e kryjm këtë punë të mirë, po na ndihmon Allahu, po na runi imanin, po na ndihmon Allahu, po bëjmë këtë. E lujmë Allahut. Ai me dëshirën e vet. Por nëse nuk na ndihmon, është me drejtsinë e vet. Po dhe vetëm kaq, po ata që kanë çfarë krejt. Pse Allahu Azza wa Jall, ai ka thënë edhe Firaunit dhe Bujahlit dhe tjerëve, o ju njerëz, bëni musliman, po ju ka thënë si neve, se pejgamberi nuk i ka ndalluar njerëzit. Pejgamberi nuk e ka parasysh cëllë xhenet li, cëllë xhehenem li, por e ka parasysh një kallabllak njerëz. Ku duhet të tonë me thirr ndin Zotit njëjt pa dallim. Veç nëse Allah ja prashton që të bëllë mos se kjo nuk krym punë. Që mund të ndodhë, pas ndodhë në fillim, ndodhë ma vënd dikur. Sikur se për shkak kur vjen dënimi i Zotit për të popullin Nuhit, tha Allahu bëllë më fon. Mos e lëdh se më nuk kanë me besu. Përpas atyne që besuan e tha Allahu Nuhit. Tash më ja qiti Allahu në shesh. Ja zbuleni ka dër Nuhit për popullin e vet se më këta njerëz nuk do të besojnë. Andaj o lodhe edhe 950 ditë tjera, këta njerëz më nuk do të besojnë sepse unë e di dhe nga dia jam ja kom caktu që këta kanë me shku në xhehenem, kështu që të sënë zjerë për xhehenem e gjinën, sënë që në xhenet. Nuk e din pejgamber të Zot. Për atë arsye Musa e drejtohet Firaunit të ato njerit parë. Të njeri parë, që shkan të Firaunit të rëki derën, tak, e thëto, ti Firaun, unë jam pejgamber i Zotit, edhe dhe të besu Allahun një, të bareke wa ta'ala. Të kush të armiki maj madhë, ku e din Musa, se Allah i tha nashta i friksohet, e nashta zbutet, e nashta beson. Po kjo nashta me dha Musës shpresë, për ndryshe Zoti ka ditë që do të bëhet me Firaunin. Por mos me pas Firaunin nesër arsye me thonë, jo po ti Musa më ke sjell pejgamber, ja që vesh bën Israelve mu nuk ma prune. Musa mu nuk më ka thirrë në rrugë të Zotit, apo të Bujahilin kot pejgamberit ton. Pejgamberi ka thirrë dhe Bujahilin. Po mire, pse Allah nuk i drejtoi Bujahilin dhe Firaunin dhe të tjerë? Se se ka bërç. Ja. Pra ta deshta me lidh me ata më herët. Allahu ka dërë shërëi kur është i shëriatit. Nëse dën të mëshiron, ta letësën që atë rrugë është mirësia tina. Në fatë ytë, por mirësia Zotit, rahmeti tina.
Jo obligueshmëria tina. Së të kundërtën, ai ka ardhur edhe të qofar që se ka Bëxhelin, Feraun dhe të tjerët me besu. Njëjtat argumente, njëjti Kur'an ka qenë te Bëxheli, sikur të ne s'ka dallim. Por ati që Allahu se ka shty për para, se ka shty. Nuk e ka obligu, nuk e ka lehtësu rrugën e udhëzimit. Edhe është drejtësi. Nuk është zullum. Tek ne është më shumë se sa drejtësi. Drejtësi se me këtë krijesë Allah ka drejtësi. Por me atyre që a lehtëson punët e mira, ka më shumë se drejtësi, e që është rahmet dhe mëshirë. Shëtësi ka pak më herët për punë sabahut. Që drejtësia e Zotit është tanë musliman të më arë më falë, tanë më arë më falë. Është drejtësia e Zotit. Por tashmë atyre që a lehtëson më që më falë, është rahmet e Zotit. E nuk ka njëtë sikur se drejtësia me rahmet, sepse drejtësia është njerëz në xhenem, se Allah nuk i bë zullum, por rahmeti i tij na plus është kur është në xhenet. Ka edhe drejtësi, ka edhe rahmet kur është në xhenet. Për atë arsye askush që na akuzon Allahun se s'veproj drejt kur na futën neve në xhenet. Apo pse na mshiroj neve e nuk i mshiroj ata, i bën aty në zullum e neve na dalloj. Jo, është drejtë e tina. Absolut. Ne jemi çka jemi. Ne edhe si njerëz duhet me të gjithë veprojmë drejt, por dikën e dën më shumë, dhe dikën e mëshiron më shumë, dhe ai tjetër nuk ka drejt me mjet hatri, pse pe mëshiron këta, apo pse pe don këta, apo pse pe dallon këta pe tjerëve. Se drejtësia është parim mbi të gjithë, por pastaj kanë pse dallon, është çështje jote. Puna ka derë, thamë është çështje shumë me rëndësi. Fraksionet bidate të cilat kanë dalë më vonë, e kanë shkretuar punë ka derët krejt. Dhe fatmirë se shumica aty në janë zhdukur dhe eliminuar, për ndryshe me pas qatë hëpt mëdhe dhe sëd, që kanë pasur atëherë kohët e vjetra të lashe këshin bu muslimën të këtë sotit. A nëpse ka herë mendime të tilla të njerëzve, por ato dohet me nejtë karshin njerëzit, sepse mund del për i dini fishek, që marrëm që shofëm edhe ma vanë me punë të kaderit. Fjala e autorit, se nuk ndodhë tjetër vetëm që ka dënë Allahu, është ka për qëllim drejt për pas asaj me sharu parim për parimeve, bazave të tauhidit, me i kundërshtue edhe kaderit, edhe mu'tezilet, edhe të tjertë. Kaderit kanë qenë një fraksion të cilët të talë kanë mahu kaderën. Ka thonë ja. Caktimi Zotit, ti me hec, ti me flajt, ti me hin xhami, ti me hin kish, ti me shku me bumar, ti prap, ti drejt, ti gjdrajt, s'ka pun kur gjë Zotit. Kush ka pun? Unë e vetë. Unë i krijoj punët e mia. Unë i krijoj punët e mia. E Allahu, çka roli Allahut? Vëzhgues. Kaq. Dvëzhgon. Pesnaltit. Po imagjino të më thonë Allah nuk për dikan se ki, bjerë mësë me ditë për dere sa a i së më kryon punë të mija, a i nuk i ka bo ka dërë punë të mija, vepra të mija, edhe nuk për dika. Dhe unë jem a i cili i kryoj, e në bazë asaj që ka kryoj unë, atërë Allahu ma shënën atje, dhe ma më banë men, marë mirë e shënën mirë, apo keq drejt e shënën shtremt, edhe nesër më dënën, apo më dëshkën, se më basë kësaj, që ka bëhet ditën e gjykimit. E pëse Allahu ka thonë, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amelun, Allahu ka kriju ju dhe atë që e punën ju. Dhe ka thonë Allah, nuk ka sen këtë tokë, këtësi që nuk ka me kader, me caktim Zotit, këto argumente si kanë pas parasysh, edhe shumë hadithe tjera të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Imagjinati, Zoti nuk e din që ka bëhet, s'ka caktu kur gjo. S'ka të bëjt Zoti me neve, kur gjo. Audhu billah. Në anën tjetër, po edhe mu'tezilet gjithashtu, bashkë me kaderit në një këtë drejtim, kanë thonë, Allah i madhruar e ka dasht imanin edhe prej musliman dhe jo muslimanit. E ka dasht. Po ka dasht imanin për musliman dhe jo muslimanit, e tani qka bu me jo musliman? I hiki kaderët Zotit ta? Jo, nuk mujti me i kaderët Zotit. Por dëshira Zotit për iman,
Te çufari dallon prej besimtarit. Se ajo dëshirë nuk është dëshirë që ka dhe kënaqësinte, është dëshirë kaderi, e natyrshme, e jo e shariatit. Se me deshti madhi Allah, edhe ata kishë bëu musliman, sikur se neve. Por në vija trasha, u ka dërguar edhe atyre argumente. Këta s'ka besu, mirë s'kan besu, Allah nuk i ka obligu, por e ka ditë. E për neve, edhe neve na ka urdhëru, me prënu dinin, por edhe ka pas qef që na të bëhu musliman. E qefi Zotit, për me kanë e gjenetli, na ka udhëzu, na ka dritu. Për ata shë njerëz kanë erjen shumë të hupt, dalalet, por zbërët rahmet të Zotit, e që është dashërije Allahot, atë rëbë ti me shpëtu për gjenamit. Kapë në zjerë madhe Allah, qoftë të qafere, qoftë haram, edhe qëtë këtu, anën qëtër kaj nuk e din as ka erdhë. Shumër nuk e din qysh erderit e puna e hidajetit. Se është shamull puna e Omerit, që është punë shumë interesante në hyrjen në Islam. Njerë u nisë me shku me mytë pejgamberin, alayhi salam, ta i dikush atë devijej rrugën i thanë, po se ai i dhanë rrët, me motrën tonë Fatimen, jenë hyrë në Islam. Qërehe sahabët njerë me tut, tani shka të kë, e dredhej rrugën, prej pejgamberit, shkaj të dhanë rrëvete, i rashë plak atine, bëm shumë plak motrës vete, por rahmeti Allah zberitin qatë shpiqat. Mas e hangar ta du të ka ishe plak edhe hun gjak për i shkujnë. Nuk e dhja s'ka të vjen, e kje dashur, kje dalën. Pra, këtë kader Allahu sahje ka urdhër edhe merin, edhe me heret me bo musliman, por ta është zbriti rahmet me ju merin edhe kapi. Për rrugës gjehnemit, se me kon shku mytë pejgamber ka thonë nuk ka njëri që ka dënim më të rëndë në botën tjetër se sa një njëri që e mbyt pejgamberin, apo një njëri që pejgamberi e mbyt atë. Këta dë njerëz e kanë dënimin më të rëndë në ditë në kiamet, në gjehnem. Runa zët. Por e drejta i madhi Allah, azza u gjel. Në anën tjetër, pra thash kaderit në që kader se kanë mohu, e qujtë kaderi, se kanë mohu kaderin krejt. Për balë kaderive, janë në gjeberit, ku ne nuk jem të resun shumë e full për fraksione, se këtu janë diçka më të holla dhe nuk që nuk për neve shumë pesh, por kalim themi për men, veç sa për më tërgu që qëfar fraksione ka pas, edhe qëfar mendime që mund të ketë edhe sët, kam thonë, njeri, Allahu e obligon njeri në gjdo send, e obligon me zarë. Pra, edhe ai që pen alkohol, edhe ai që pen ujë, të obligueshëm janë, të detyrueshëm janë. Edhe ai që kanë xhami dhe në kishë të detyrueshëm janë. Edhe ai që nuk vjen sabah, edhe ai që flan, edhe ai që vjen, do të jenë të detyrueshëm, edhe xhenatli e xhenemli janë të detyrueshëm. E në sen të detyrueshëm ai dhe ai, ku është urtësia dhe drejtësia e gjykimit ditën e Kiametit? Nuk janë të detyrueshëm. Në kader natyrës po, për me fletjen detyrueshëm. Ata nuk mujnë bërë natën ditë dhe ditën natë. Ata nuk mujnë me mindrua sistemi Zotë ka thonë me pi uje me hangar buk, ma nuk përdojnë asë uja buk, asë buk për pohajna gjithët pëmë, se ku ta dion. Së një këtine kaderëve, që të po, që se sene po, që të Zotë ja ka mpënu e si ka vetë fare njerëzit. Për atë arsye këtu s'ka dhe në dëshkim dhe shpërblim. Se s'ka fare efekte, fare urtësie, me pas në shkim dhe shpërblim si mbas kombit dhe gjuhës dhe racës dhe ngjyrës dhe ushqimit që hanë atje, apo hanë buke mish, apo hanë buke lëng, apo hanë të rira 2 ditë tjerë, nuk ka efekt me pas në dëshkim dhe shpërblim. Se s'bëhet pa humor buk, dhe s'bëhet pa fjet, dhe këtu nuk janë në dorën tënde. Ndërsa çështje tjera për me shku në xhami dhe me shku atje, neve na mbetet me marrë sebepet, e që edhe ana e sebepeve, edhe krijimi i tyne është prej Allahut, edhe lehtësimi aty në sebepeve që i marrim ne është prej të madhit të Allah azza wa jall. Që na lehtëson Allah. Për atë arsye ajetet janë të shumta, që Allahu azza wa jall edhe për kaderën natyror që është ligjet natyrës, por atë për shariatet janë të shumta. Për shembull Allah azza wa jall thotë: "Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra." Allahu don ju lehtësimin, nuk ka don vështirësinë. Po don o ju musliman mos më rëndu. Me pas dinën e lehtë, mos me pas dinën e rëndë, mos mi vështërsu shumë. Kjo është kader i shariatit. Pra mos e rëndë vetën, merre me lehtësim dinë të Allahut, se dinë e Allahut në esencë është i lehtë. E pastaj për që merr me këtë lehtësim, Zoti është edhe i kënaqur, edhe që përblen tyje nesër në ditën e gjykimit.
Marrë edhe një kapitull të vogël. Ka thënë Imam Tahawi, Allah e pas mëshiruar, nuk ka mundësi Allahu të arrihet nga mendimet e njerëzve dhe nuk mund të përfshihet me të kuptuar. Ndash imagjino, ndash mos imagjino, ndash pshilisyt, ndash qilisyt, s'mund ta përthakosh lartmadhërinë e Zotit tonë. Ne ende jemi të fol për qenjen e të madhe të Allahut dhe për disa cilësi tina. Nuk mund. Për ata Allahu ka thënë: "Wala yuhituna bihi ilma." Dhe nuk kanë mundësi në asnjë mënyrë ta përthakojnë me dijen e tyre njerëzit të madhin Allah. Sikur se njeriu që e njeh, e shtazën e njeh, dhe shumë krijesa tjera njeh, e tani kush e njeh më mirë, kush më pak. Por mundesh me njoft shumë mirë. E çush e njohum në Zotin. Allah është më i madh. Se sa që kena mundësi të përthakojmë me mendjen tonë. Njohum atë me dijen tonë. Te bareke ve taala. Është e pamundur. Por Allahu nuk njihet ndryshe vetëm ashtu që ai na ka njoftuar neve me lartmadhërinë e tij. Çashtu njohum ne. Atë njohum nëpërmjet njohurive që na ka dhënë ai për vetveten e tij. E që është Kurani, çka na ka treguar Kurani. Për shembull, Kurani na ka thënë se është ahad, është një, kul huwallahu ahad, Zoti një, nuk ka dy, dhe ne themi Zoti një. Dhe ka thonë se Allahu nuk ka lind as nuk lind, lem yelid wa lem yulad. Është nuk ka lind e as nuk lind. Dhe Allahu azza wa jall ka thonë se s'ka pas rival kur, dhe ne themi se s'ka pas rival kur. Dhe Allahu ka thonë se është i plotfuqishëm, ne themi se plotfuqishëm. Dhe Allahu ka thonë se është më i madh, ne themi se është më i madh. Vetë sa në ka kallëzuar në Kur'an apo pejgamberi alayhis salam për të në hadith. Për shembull, surat Al-Baqara, ajeti të spedovës, ajetul Kursi, quhet ajeti më i madh në Kur'an, sepse përshkruan të madhin Allah azza wa jall. Për ajeteve më përshkruese ndaj të madhit Allah në Kur'an krejt. Allahu la ilaha illa hu, nuk ka zot tjetër pas tina. El Hayyu El Qayyum, na tregoj që është i gjallë, dhe El Qayyum nuk ka nevojë për askë, dhe krejt krijesa tjera ka nevojë për te. Dhe ne nga i cilësi e kuptojmë që po përshkruhet Zoti me te, është i gjallë, ka jetë. Sa i që është i gjallë duhet të ketë jetë, e që është kundër vdekjes, i gjallë, ka jetë. El Qayyum është i pavarur, dhe krejt krijesa tjera janë të varura për i ti, dhe me thonë, është katërit dynjan, së është katërit dynjan, kënë këta, nuk kënë burrat mirë, burrat këqi, sprish punë sen, për Allah, heq kur gjë sprish punë. S'ka nevoj për ta. Atë gjitha krijesat ka nevoj për te. La të khudhuhu sinetun vela nawm. Allahun nuk e ka plan as kotje, pa as në gjumë. Kotje është para gjumë, para gjumësi, ku njeri ka pak mund të hub kontrolën. Se dhe ka pak me hub kontrolën, bëllë është për më shkatru të dënjaj, me kanë hub Zoti kontrolën ka pak hasha, që hub njeri ka ndorë një sen, ka vallanën e kjerët ndorë. Nuk ka nevojë me fletat e me kërhat me shashtri gjinën atjet për me bëndeshje. Po veç më kot një tro, një pjesë kontrolës me hupaj, mjaftan me dalë timoni për i dorë atine dhe shkaj në heret aj. Është kotje. Apo ka njeri një sen të najtë në dorë në kamë. Një kotje i bjenë në tokë. Shka të rohet dënjajnë që ka. Allah e manë qejt dhe ma tokën. Allah nuk e ka për kotje. Ska skotje, e le mu gjumë. Ska. La të khudhuhu sinetun vela nawm, dhe na njeftëm Zotin ton, tash në përmirë kësaj që ka përshkru Zotin, se as nuk flan, as nuk e ka për kotje. Lehu ma fi samawati wa ma fi l'ard, e tina që kanë qidhe në tokë, dhe kështë më radhë që vazhdo në ajeti kuranor. Apo,
Atje ajetin kuranor tjetër në suratul Hashr, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, ai është Zoti një që nuk ka tjetër. El Malikul Quddus, Salamu al-Mu'minu al-Muhaiminu al-Azizu al-Jabbaru al-Mutakabbiru, subhanahu amma yushrikun, huwa al-Khaliqu al-Bari wal-Musawwiru, له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ran emrat madhe të Allah të cekur në këto ajete, në këto dy ajete kuranore ku përshkruhet i madhi Allah Azza wa Jall, dhe përmjet tyne ne njohim Allahun se është mbretës, se është As-Salam, pe emrave të Allahut, e Quddus, Mu'min, Muhaimin është kur është në bizotru si çdo gjaje, El-Aziz i plot fuqishëm, El-Jabbar është i madh i fortë Allahu te bareke ve taala, dhe El-Khaliqul Bari kështu me radh i krijuese, formues jep formën që tash e thojnë edhe arkitekt, formues jep formë, dizajnin që shkon me kon toka dhe qiell dhe pema dhe shpenza dhe njeriu dhe foshnja dhe musawwir, qysh e bën Zotin formën të cilën don ai vet, edhe kështu me radhë, që të formën njohim Allahun Azza wa Jall, ndryshe nuk ka mundësi. Sa kaq mundet mendja jon me arrit me njoftë Zotin ton, qysh ai na ka njoftu me vetveten e vet në Kur'an, apo pejgamberi alayhi salatu wassalam nëpërmjet haditheve që ai ka njoftë Allahun më së miri Tabaraka wa taala. Dhe kaq deri në javën tjetër, wallahu taala alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar.